Në oborin e Katedrales Katolike Famullia Zoja e Shkodrës, me rastin e festës së Pashkëve, u organizua një panajër i veçantë me punimet e personave me aftësi ndryshe, të cilët trajnohen në qendrat rezidenciale të ngritura nga Kisha Katolike në Shkodër. Leze Ara, edukatore në njërin prej këtyre qendrave, tregon për procesin e punës dhe krijimtarinë e personave që trajtohen në qendrën Buzëqeshja e Nën Terezës. Qendra jonë quhet Qendra Buzëqeshja më Terezës, është një qendër ditore ku vinë përfituesit në mëngjes edhe ikun pas ditën ora 4:30. Këto punime që shihni këto janë punime që janë bën bashkëpunim përfituesit me edukatorët dhe me stafin tonë. Edhe këta janë shumë të motivuar, të gëzuar që vinë qendër, aktivizohen, kanë mundësi aktivizimit dhe realizimit të dëshirave tyne, plus që edhe prindrit janë shumë të gëzuar që fëmijët e tyne janë produktiv. Te ne janë 16 persona, edhe këta me nimen tonë normal arrin me realizu këta. Do me thonë punimet nga më të ndryshme. Shife për shembull të pusin këto, e ka realizu Flavia, në bashkëpunim me ne. Për shembull, i kena mësu metodat, se si t'i bëjmë gurtë e vegjël, me njët. Pastaj është një proces punet, gjithë bashku. Për të rinjtë e Kishës Katolike të Shkodrës, të cilët janë dhe organizatorët e këtij panajiri, kjo nismë ka një rëndësi të veçantë. Ajo tregon se secili nga këta persona ka aftësi për të sjellë gjëra të bukura, të veçanta dhe me shumë vlerë. Duke parë që edhe panajiri vjen në javën më të madhe të kalendarit katolik, i kena dhënë edhe mundësinë që këto fëmijë të shpalosin talentin e tyre dhe si shifet edhe në panajir, pjesa më e madhe e punimeve kanë të bëjë lidhje me javën e Pashkëve dhe gjithashtu ka një domethënie shumë të madhe, sepse i tregojmë edhe qytetit për edhe të tjerëve se këta fëmijë kanë talente të cilat nuk duhet mu shpërfillë. Dhe ne kemi menduar që gjatë këtyre ditëve të Pashkëve, sot e hëne, të martën dhe të mërkurën, për 3 ditë në radhë, kemi menduar që këto fëmijë si paradite ashtu dhe pasdite të vinë këtu dhe të shesin të pikturat e tyre, punimet e tyre dhe të njihen si gjithë të rinjtë të tjerë. Panajiri do të qëndrojë i hapur për 3 ditë dhe çdo vizitor do të ketë mundësinë të njihen nga afër me punimet artistike dhe artizanale të realizuara nga këta persona me aftësi ndryshe.